Amazon ka pranuar të paguajë $2.5 miliard për të zgjidhur një paditë ngritur nga qeveria federale amerikane, që akuzonte kompaninë se kishte mashtruar miliona njerëz për t'u antarësuar në shërbimin Prime dhe më pas ua kishte vështirësuar çregjistrimin. Sipas marrëveshjes së shpallur nga Komisioni Federal i Tregtisë, $1.5 miliard do të shpërndahen konsumatorëve që janë mashtruar për të regjistruar në këtë shërbim. Kjo është gjuba më e madhe tregtare që komisioni ka siguruar ndonjëherë. Shërbimi Prime ofron transport falas, streaming, filmash dhe përfitimet të tjera. Në SBA kushton €120 në vit, ndërsa në Mbretërinë e Bashkuar kushton €107 në vit dhe përdoret nga qindra miliona njerëz në mbar botën. Komisioni pretendoi se Amazon përdor të mënyra të palishme për blerjet online që të nxiste përdorësit të regjistroheshin në Prime, shpesh pa sqaruar qartë kushtet ose pa dhënë mundësinë për të refuzuar ofertën. Problem ishin edhe periudhat falas njëmujore, pasi klientët nuk ishin paralajmëruar qartë se antarësimi do të tarifojë automatikisht pas përfundimit të provës. Sipas komisionit, këto praktika shkelin ligjet për mbrojtjen e konsumatorëve. Vlerësohet se rreth 35 milionë amerikanë të prekur nga këto praktika midis qershorit 2019 dhe qershorit 2025 mund të marrin në rimbursime. Shuma mund të shkojë deri në $51 për person. Amazon ka rënë dakord të kthejë automatikisht paratë për ata përdorues që e kanë përdorur Prime më pak se 3 herë në një vit pas regjistrimit. Ata që e kanë përdorur më pak se 10 herë do të mund të kërkojnë kthimin e parave përmes një formulari.